Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Marko. Edhe unë jam Manjola dhe si gjithmonë mas kamera kena producentin ton Elvisin. Sonte në fakt kena një temë që jena po në prag të kësaj festet, të fesë muslimane. Kena Ramazani sa po është në ditë të fundit edhe do e festojnë Bajramin në këtë ditë. Dona me marrë vetëm pak minuta për mi uru të tanë komunitetit musliman kudo ku jeni në përbot, edhe që i keni barë gjerimet tuja, inshallah o Zot ju ka pranu Zoti gjerimet, edhe ju përgjigjen edhe i kthehet përgjigjet të tana lutjeve tuja. Gjithashtu e di që shtëpiat janë të mushuna me baklav, me gjana të mira, me lojna për fëmijë. Kena ndoshta jo mjaftueshëm informacione, po me këta informacione që kena e dina që janë ato është një ditë e madhe për të tanë ju që e festoni. Në fakt e di që është kam edhe një dy që e kam gjetë aty në fakt, një kështu si poezi për Bajramin, edhe që shkan. Erdhi Bajrami, troket në çdo derë, në paqe në zemër, me dritë plot verë. Gëzuar dëgjohet në çdo shtëpi, buzëqeshje që ndizet si yjet në errësirë. Fëmijët qeshin me sy që shkëlqejnë, dhuratat vogla për botën e nezin, baklava në tryez, ëmbëlsi pa fund, që liel çdo zemër, më shumë se çdo gjë që mund. Falje që jepet, një plak që shërohet, një dorë që ngrihet, një botë që bashkon. Sot jemi më pranë, më afër se dje, se Bajrami na mëson çdo gjë që thot me ken. Hape zemrën, jep dashni pa kufi, se mirësia kthehet si val deri te i ri. Në këtë festë që shpirtin zgjon, kush jep me zemër, dy fishin fiton. Në fakt, ajo që më pëlqej më shumë të kjo poezi, ishte ajo fjalia e fundit që thot kush jep me zemër, dy fishin fiton. Është me të vërtet një diçka interesante se gjithmonë festa fetare në të gjitha ka, si më thonë, çfarë do lloj besimi që ke, kanë jo vetëm anën shpirtërore, të cilën e bën njeriu me reflektu, e bën njeriu me kanë millon verifië më dashni, edhe tjerë më dashni, me fal, me kanë më tolerant edhe dhe më thonë është e koha që në njëtën anë të mbledh me familjen, i bashkon familjet, bashkon nga që jeta është kaq e shpejt, nga që jeta është kaq e zonër, e ditë për diqme se njerëzit kanë shku në shkollë, kanë shku në punë, janë tonë me aktivitete, feja sikur i bashkon. Pra edhe Ramazani e kena pa edhe këto ditë si në vendinjen tonë, po kështu edhe në shtetin e Michiganit, po bajnë darka për iftar, që shumicat janë falas për njerëzit që vinë besimtarët, takojnë njëri me tjetrin dhe Allahun personalisht i uroj ton vllazët dhe motrat tonë musliman kudo që janë përballë shqiptarëve, gëzuar Ramazanin, gëzuar edhe Bajramin që po vjen, dhe dash Zoti i ka një gjuhë lutjet tuja, edhe vetëm marsi, begati, dashni, dhe ardhmen tuaj, fëmijëve tuaj dhe në tanë familjeve tuja. Pra këto festa gjithmonë na bojnë ne shqiptarëve edhe një herë me menu se ne jena shqiptarë dhe i respektojmë fenë e njëri tjetrit, e dona njëri tjetrit, shkojmë në për shtëpia dhe në për darkën njëri tjetrit, sepse kështu e na rrit dhe kështu kena me vazhdu edhe në të ardhmen. Jo vetëm na, por edhe fëmijët tonë. Unë kisha thënë që përveç këtyne që thëti Marka dhe Manjol që mbledhen edhe këto festat, e çdo festë, jo vetëm festë muslimane, i bin njerëzit pak më afër njëri tjetrit. Kisha thënë një ndër gjanat kryesore është reflektimi shpirtëror që njeriu bën. Sikur feja muslimane na kena edhe krishmet, na katolik që si mjet kanë ra të njëjtën kohë, është ai reflektimi shpirtëror
që është gjaja ma kryesore. Kështu që kisha thënë, përveç se aty në tavolinave plot, që jena sigurt që si ju që keni Ramazanin, si na që kena me pas shumë shpejt edhe Edhe ty javë kena poshtë. Inshallah i presim me shpirtin plot dhe inshallah kena reflektu sa më shumë, sepse aja është gjaja kryesore. Po edhe diçka kisha me thonë unë personalisht, sepse njëri gjatë jetës ti mëson, se jeta është mësim. Po. Edhe kam arrit me kuptu se gjatë jetës njeriu beson ka herë të partia, beson ka herë të kryetari i partisë, beson të doktori, beson të mësuesi, të shoku, edhe gjatë jetës zhgënjehesh nga ata kryetarët, nga shok, nga mësuesi ndoshta ose nga kryetari i partisë, nga ideali që ke, edhe në fundit i vetmja gjë që të pushton në dashni, e vetmja gjë që mundet me të ndihmu këtë jetë është vetëm Zoti. Sepse Zoti është i plotfuqishmi që sot na jetojmë, jena këtu dhe çdo gjë është e shkruar për ti, pra kush ka besimin në Zot në jetë mirë, kush ka besimin në Zot do ja arrin gjithmonë, sepse jeta është ndërtuar me gëzime edhe me vujtje, por pa besimin në Zot nuk mund me bë asnjë hap në jetë. Pra lumaj që beson në Zot, lumaj që premen nga ana shpirtërore është i qetë edhe është me besim i mushën Zot. Përderisa për të tanë ata, si tha Gjoana, nuk ka rëndësi sepse në këtë kohë jena të tanë në një periudhë dhe më thanë reflektimit, dhe si feja katolike ose tanë kristiant, gjithashtu edhe feja muslimane, janë për me moshat e shpirtin. Shpirti është, po besove në Zot, vetëm Zoti nuk zhgënjen. Edhe s'ka ma bukur, çdo person mundet me zhgënjy, por Zoti nuk zhgënjen, edhe aja është me gjithë zemër ja uroj të tanëve, sido që e beson atë është një Zot, e thrasim me emën të ndryshëm, por kushdo që beson sido që ta thrasin emnin Zot, është me të vërtet aja që mund është milon shpirtit tanë, gjanë më të mirë. E Zoti kur nuk këshillon me ba një gjatë keqe, edhe ajo që, si të thash më përpara, më pëlqen kjo për melan, kur jep në emën Zotit, gjithmonë të shumë fishohet, sepse si thojnë, e ki hell në det, e ta ka pru Zoti në kryp, e mërë në kryp. është një kohë e vështirë sot, por me besimin Zot mundet me kanë një kohë e bukur. Mundena edhe këto, pse na kohën fakt këtu në Michigan e kena i fijet egër, dhe kja koha jo në Michiganit i gjeti fije situatave që janë kudo në për bota, kudo në për familje, kudo ku janë, dhe më thonë kena i fije turbulina, ftohtësi, akull, bor, shi, por përderisa të besojmë në Zot, mundena që këtë kohën me hapa dhe me dalë dielli, mi largu i fije këta ret. Kjo ishte atë që kisha mujtë me thonë. Gjithashtu, në mendoj se në tëna kohën bota ka pas vështirësi, ka pas probleme, ka pas smundje, ka pas lufta. Po përderisa ky muj dhe muj që pa vjen janë festat fetare më të rëndësishme të shumicës të popullit në përballë, sidomos edhe për ne shqiptarët. Unë e di se ta ne bani, po mendoj çdo njeri, çdo individ të lutet për paqen botë, sepse pa kalojmë disa lufta dhe po desin njerëz pa fajshëm, e sidomos fëmijët. Pra të lutena para Zotit me na ndihmu që luftat të ulen, mos ketë lufta dhe sa më pak viktima, sa më pak njerëz pa fajshëm, e sidomos sa më pak fëmijë, sidomos në këtë periudhë kohët, po vdesin me mija fëmijë pa fajshëm dhe Zoti inshallah ja nal dorën. Ky ishte mesazhi më i bukur në fakt, sepse është i trisht kur hap tana rrjetet sociale apo televizorat që janë edhe i shef ato fëmijët gjithmonë i pafajshëm janë. Fatkeqësisht ajo është një e vërtet, sepse këta që janë atje sipër nuk i gjen gjë, po njeriu i pafajshëm qenë një të mat pa mbrojtëna e i han këta dhe është gjëna për çfarë trupi kur i shef fëmijët ose nanat me fëmija, familjet e shkatrume, sinqerisht të merr trupit keq, por
Yes, inshallah o Zot, këto festa, ky besim, këto lutje, kthejnë paqen kudo në përbot. Isha me thanë që një kujtesë të veçantë do të kisha sidomos për ne shqiptar që e kena përmendur përpara, se sot është shumë kollaj me festu festa, sepse i kena mundësinë atë më shumë, dikush më shumë, dikush më pak, po e kena pak mundësinë, kena lirinë në të paktën shqiptar, sepse ka shumë në përbot që nuk e kanë edhe sot lirinë e fesë, janë më kujtu ata të parë tonë. Sidomos që e kena përmend gjatë kohës të komunizmit që i kanë festu festat, ata kanë kënë për mendimin tem në të dyja fenat, ata besimtarët e vërtet, sepse e kanë rujt festen, e kanë rujt fen, gjanë ma kërësore, edhe kur ata nuk e kanë pas të lejume. Sepse në qoftë të kanë zënë, të kanë dënu, kanë ba shumë njerëz, kanë ba burgje, kanë ba këtë, kanë ba atë. Edhe ka pas prep në të dy fenat, si kristiane si feja muslimane, ka pas që kanë dhanë jetën për fen. Edhe sot shqyqër nuk e kanë atë nevoj ma, sepse bota ka ndryshu edhe kena atë lirin ndryshe, por duhet me kujtu ata njerëz që e kanë dhanë jetën për Zotin. Me të thënë drejtën, kjo më pëlqej shumë se edhe sot isha të pa një emision, edhe kur i shoh historitë e shenjtënve, të paktën për mua ta shoh, edhe i shoh se si janë torturu, janë vra, janë ba, janë myt, janë gjyku të tana për një besim që kanë pas për të Zoti. Dhe tham, na sot mundena desim për çdo gjë, po s'ma do mendja që des në një për Zotin sot. Do më thonë nuk sakrifikojmë aq shumë sa me thonë, sepse jo s'kina nevojë për me dek për Zotin, por pa me një gju fjalët e Zotit, s'kina nevojë me pa vdekje në përbot. Është një kohë tjetër më njëri, por shqiptarët njihen, sidomos Shqipënia, njihet si një në vendet të Evropës, të cilët kleri katolik është vra, është burgos më shumë se në tonë Evropë. Ne kena shumë hoxh e shumë përftëri që jo vetëm se i kanë përshkatu, po i kanë dënu me vite burg. Pra, ne jena shembull i respektimit të fesë dhe të martirëve të fesë katolike dhe të fesë muslimane. Kisha me thënë që përmendi pak Gjoana, a kanë shumë e vështirë në kohë të komunizmit me festu fen. Në tonë më mend se unë më mend se unë jam më i madhi këtu. 35 vjeçari. I më mend në Shkodër për shembull, kur vite Ramazani dhe Bajrami, në për të lagje i shifshe gratë me baklava, me tepsia baklavet, i shifshe gratë me tepsia përpeqit, me tepsia përpeqi ka kënë përpash. Po për të të festa, më thonë. Më thonë, e nisha atmosfera së festoshe, pavarësisht se ishte shumë frikë në atë kohë. Sepse pa diqin, të mërshin dejtë, të përsekutoshin, edhe mund dënoshin me burg. Por prep shqiptarë ka mëve. Plus asaj, edhe sot emigrantët, koda që kanë shku në përbot. Shqiptarë, pavarësisht se kanë marrë kulturën tonë, folklorin tonë, traditën tonë, gjuhën tonë, flamurin tonë, kudo që jetojmë në Evropë, në Amerikë, në Kanada, në Australi, por gjithashtu, gjithë cili ka fejnë e vetë, sepse e kena personale. Plus, na e festojmë fejnë tonë, sikur musliman, si shqiptar musliman, ma traditën shqiptare të muslimanëve, gjithashtu atë krishterë, kudo që jenë në përbot, i festojmë festat tona si krishterë, por si shqiptare. Pra kjo është edhe një mëri tjetër e emigrantave që përveç se folklorit, përveç se kulturës shqiptare dhe gjitha traditave shqiptare, gjithashtu festojmë edhe fenat shqiptare, fenat fetare si shqiptare, kudo që jetojmë në përbot. Në të ndrejtë desha me da një shembull për kësaj që thatë të dy, dikur në Shkodër të paktën, nuk e di për tana, kena festu Shënkollin. Edhe babi gjithmonë edhe Shënkollin Shkodër a festu me gjel. Po tham, vitet i qënë para erës tonë. Jo me vitet i qënë janë gjel, edhe sot, po. Edhe sot? Okej, nuk e di, do më thonë, për ata vite u festote me gjel. Edhe, por ishte koha komunizmit, edhe kur vite merte babi gjelin, edhe i thoshin, ha marnjac, me gjele,
ka gruaja ditëlindjen marr thotë se e kishte mami atë ditë për shënkoll, po duhet më ia vlemër grusi gjel për ditëlindje. Domethënë këta i ishte, por ashtu ishte mësu veshje dhe për çka ke marr gjelin për ditëlindje të grus. Pra këto kanë kënë gjana që i kanë ba, se ka kena edhe me ba edhe qirin e dyllit, edhe ishte njenin lagje, e na i kon drita duhet me marri qiri dyllit me pas në anet që matë natë për shënkoll. Por këto kanë kenë, dhe më thonë, kujtimet bukra të fëminis që nështë falimnesh prindve tanë e kena të muliton fejnë në zemër, dhe por kur i kujton, për shembull tesh e maj shumë mirë se ku e merrte babi atë qirin, ka kënë fund rrugici ishte njëri që i bate me dyll, me kënë kështu puro, edhe për me nejzë natën e shënkollit. Këto janë kujtimet bukra të edhe dhe më thonë bukra dhe t'hillë nëse për shumë unë i kujtoj, po i kujtoj me nostalgji. Nështë për ata kon kenë pozit fështirë, sepse ashtë dasht me mshi faktin se për që jetu festu, edhe por si kjo kon kenë, dhe më thonë të tanë, kur kanë kenë bajrami ose kur kanë kenë pashta, kur ka kenë një festa një tjetër, a dasht me dzarë një justifikim pse po ban diçat një, pse po e bani kek, pse po e bani baklov. Po prep, me qa maj me nënë, sidomos vitet e fundit, dhe më thonë vitet e vona të 80 dhe vitet 90 për para se mëra komunizmi, kishin një si fije edhe këta kujtarët e lagjes ose këta komunistat me myll pak një sym mas me shiku fort kur vite për të puna a fesë. Sepse çdo njeri në fund e kupton se njeriu ka nevojë të besojnë Zot. A shumë e nevojshme. Sa do i merren se thonë ka këta shkencëtar, ja, jam i mëshëm, i kam një ata shqiptar. Unë jam shumë i mëshëm për me besu në Zot. Unë jam në kategori tjetër, kam këtë diploma për me besu në Zot. Ata që thonë ashtu janë njerëz më të ulët. Bravo. Janë njerëz më të ulët, e njerëz më për mendimin tim. Ma ignoranta me thonë drejtën. Me shumë keqare se mund të pas shumë njerëz. Ti je për vete, po mos bën propagandë. Se në kjo sa aty je një person që ke fije një uri nga ana e shkencë, ti të studiosh biologjin, ti në biologji e gjenë Zotin. Të studiosh fizik, në fizik e gjenë Zotin. Mos e vërtet. Të studiosh shkenca natyrore ose astronomi, aty e gjenë Zotin. Pra, mendoj që ata njerëz që i thënë ateista që thonë s'ka Zot, dakord, mendimi tyne, nuk do në besu në Zot, po mos bëjmë propagandë, sepse na jena besimtar që besojmë Zot, kena një krijues, jena të kriju me shpirt, jena një trup që kena shpirtin madh, pra jena të kënaqur me këtë. Po tjetër. Kam lexuar një shprehje në fakt s'majmën se kohë, ndoshta gjithmonë këta shikuesët tanë kur thamon se s'majmën na diftojnë se ku e kam një atë shprehje, por i thotë që atë gjën gjë me besu, se i tha njëri që s'ka Zot, dhe tha, a gjen gjë me besu, në që ose s'ka, tha, thjesht, ta pa minita fjall, thot Zoti, thot veç ban mirë, s'po ndryshëm gjë. Jo me kuptimin që futja këtë, por a gjen gjë në fakt me ba mirë. A gjen gjë me besu se është një krim. Në që ose nuk eksistan, që ki me hup? Në që ose ti mendon që ki me shku në tokë edhe një që është, s'ke me hup gjo. Në qoftë se është një jetë e përteshme, atëherë keme fitu jetën e pafundme. Kështu që nuk gjen gjo, me kenë me ndryshu atë mendimin që me keni mirë asisan s'gjen. Me besu që me ba mirë, me dhanë, me ba këtë, me ba atë, gjatë keqen bot si urdhnimet e një fejet, ose si urdhnimet e një tjetrit, urdhnimet e Zotit që janë kur për me ba keq. Mendimi jam. Kisha me thonë që gjithashtu nuk është feja aja që dëban ty, je ti që jep kuptim asaj që ti beson, sepse feja ndoshta shumë prej nesh lind familje katolike, je katolik. Lind familje muslimane, je musliman. Lind familje bektashiane, je bektashian. Pse? Sepse një ashtu është nana, baba, familja. Pra, ti jetu njek një dhoj zakoni, se dhe feja paka shumë hinër zakoni, është një lloj zakoni, sepse familja beson këtë fejë dhe ti brezmas brezit je i ati besimit. Dhe me thonë, je ti që je kuptim me veprat që ban për dit, me shpirtin që ke, edhe jo dhe me thonë, nuk ban feja ty. Në që, kena dhe këtë të më thonë se mund është me kenë katolik i mirë, katolik i keq.
Muslimani mirë, muslimani keq. Edhe është gjyna me Allahun se ndonjëherë disa njerëz i gjykojmë ose fenë e tyre e gjykojmë bazë disa njerëzve, edhe kjo është e drejtë. Po, nuk të bën feja, nuk të bën feja njëri. Jo. Ti o je o s'je. Bile një besimtar i mirë respekton edhe ndron fenë e tjetrit. Patjetër. Sidomos jo vetëm kur janë festat, por dhe në momentet kur janë më vështira për atë individ ose për fenë e tjetrit, njëri duhet gjithmonë me e mbrojt, duhet gjithmonë me pru rreth vetit, me mundu mi pru paqe, me mundu mi dhanë mirësi edhe mi dhanë dashni. Sepse çdo fe thot respektoja fenë e tjetrit, duje fenë e tjetrit, dhe kjo është një mesazh paqe, një mesazh dashnie për çdo njeri pavarësisht cilës fe ta ka. Jo vetëm që feja nuk thot duje fenë e tjetrit, por feja e gjithkujt thot respektoje njeriu, nuk ka rëndësi se çfarë është, a është i bardha, është i zi, është Që beson që nuk beson, po. çfarë fejet i përket. Se thamë edhe herë, kjo feja ka herë është edhe varet se si. Për të bëu fiqin për fe, i fjalën s'ka fiqin për racën. Jo, e di, po them feja thot që duhet për me respektu dhe me dash çdo njeri. S'ka rëndësi se ku i përket, cilës fe. Kështu që nuk është thjesht me respektu se është i kësaj fe ose është i fes ndryshe për çfarë besojmë na. Por na kena edhe shembull më kryesor na shqiptar, sepse na jena në vendet ndoshta të vetmet në botë që kena jetu me një harmoni fetare edhe vazhdojmë edhe jena shembull në botë për këtë gjë dhe duhet që të nhihena shumë krenar, sepse shumë lufta dikur, por edhe sot në përbot janë të shkaktu, vazhdojnë ala sot në 2026 dhe bahen për besimet ndryshme. Kështu që një krenari si shqiptare që jam, që ne gjithmonë kena jetu në harmoni dhe kena respektu njëni tjetrin rrallë parë edhe në rrallë dytë besimin e njëni tjetrit. Unë po marr rastin edhe herë miru tonë vllazërve edhe motrave tonë musliman kudo që janë në përbot, gëzuar Ramazanin edhe Bajramin, dashti malli Zot që ka një gjuhë lutjet tuja, marsi, dashni, harmoni në familjet tuja dhe në ardhmen tuaj. Edhe unë bi dakord me atë që tha Marku, me gjithë zemër ju uroj gëzuar Bajramin, edhe uroj që ti t'jeni një gjuhë të gjitha lutjeve tujat. Por si gjithmonë edhe emisionit ton i erdhi, fundi, ju pa thonë edhe Joana fjalët e saja, por Primo Manjols, ju uroj vetëm të mira në jetë, bekime, paqe dhe gëzime. Gëzuar edhe nga ana jeme, gëzuar edhe për shumë vjet dhe gjithmonë e festoshi ashtu si ju dën zemra juaj. Mirupafshim. Mirupafshim.